Në Gjirokastër u zhvillua sot aktiviteti rajonal Energjia e pastër për komunitetet tona, i cili synon të promovojë efikasitetin e energjisë dhe strategjitë e qëndrueshme në nivel lokal. Ky program mbështetet mbi përvojën e Paktit të kryetarëve të Bashkisë për Klimën dhe Energjinë, një rrjet me mbi 11.600 qytete në mbar botën, që i kërkon bashkive nënshkruese përgatitjen e një plani veprimi për energjinë dhe klimën. Jemi këtu sot për të diskutuar çështjet kryesore me të cilat përballen të gjitha qytetet tona, të përfshin ndryshimet klimatike, qëndrueshmërinë e turizmit dhe mënyrën se si duhet të ecim përpara në të ardhmen tonë. Seminarin e radhës e kemi nga Gjirokastra në Budva, pas 10 ditësh. Diskutimi ynë sot do të përqendrohet në beslidhjen e kryetarëve të bashkive, projektin CEA dhe planet e veprimit. Diskutimet u fokusuan edhe në projektin CEA dhe bashkëpunimin me Italinë si partner kryesor në Puglia me qytetet Molise, Fusalto dhe Gjirokastra. Projekti është i rëndësishëm jo vetëm për vendet tona, por për të gjithë planetin, pasi ndryshimet klimatike janë një sfidë që kërkon ndërgjegjësim dhe veprim të përbashkët. Shpresoj se do të arrijmë të vazhdojmë me bashkëpunimin tonë në përgjithësi dhe mendoj se ky bashkëpunim dhe kjo lidhje midis vendeve dhe midis qyteteve kryesore, veçanërisht me Italinë, e cila është partneri kryesor në Puglia, shpresoj se do të arrijmë së bashku të mbështesim dhe organizojmë projektin tonë ashtu siç duam, sepse është i rëndësishëm për ne, për të gjithë vendin, për të gjithë planetin, sepse ndryshimi i klimës është shumë i rëndësishëm dhe duhet të jemi të vetëdijshëm për këto gjëra. Aktiviteti në Gjirokastër u pasi një mundësi për të nxitur investimet e gjelbra dhe blu për të mbështetur ekonominë qarkulluese dhe për të përgatitur strategji konkrete për një të ardhme më të pastër dhe më të qëndrueshme.